Islami gjatë shekujve në vazhdim pësoj ndryshime në aspektin e zgjerimit dhe të ndërtimit. Ishim ndalë tek zgjerimi që ndodhi në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu në vitin 649. Pastaj me zgjerimet që ndodhen në dinastinë e sundimit Emevit, po ashtu edhe në dinastinë e sundimit Abbasit, e deri tek sultanët e Osmanlive, të cilët u përkujdesen me një dashuri dhe me një kujdes të veçantë për xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deri në zgjerimet e kohës tonë moderne, kur shteti saudit bëri zgjerime të mëdha, duke fillu nga periudha e sundimit të mbretit Fahd, pastaj mbretit Abdullah, e deri tek zgjerimet që sot janë duke ndodhur në vitin 2025, ku në fazën e parë, në drejtim të varrezave të Bekias, zgjerimi i fazës parë do të ofron kapacitet edhe për 800.000 njerëz që do të kenë mundësinë të falin namazin. Ja tani kemi drejtu kamerën në drejtim të asaj pjese ku po ndodhin zgjerimet në drejtim të varrezave Jannatul Baqiya. Një çështje tjetër që është më rëndësi të ceket në lidhje me xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pas kësaj faze që ka të bëjë me ndërtimin dhe zgjerimet që kanë ndodhur ndërkohë, kisha me i përmend disa veçori të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që e karakterizojnë dhe e bëjnë të veçantë. Kisha mundal tek 3 veçori që e bëjnë të veçantë xhaminë e pejgamberit alayhi salam. Veçoria dhe karakteristika e parë është Rauda, kopshti i xhennetit, është një pjesë brenda xhamisë së pejgamberit alayhi salam, që ai lokacion, ajo pjesë është kopsht prej kopshteve të xhennetit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që transmeton Imam Buhariu ka thënë: ndërmjet shtëpisë time dhe mimberit tim është një kopsht prej kopshteve të xhennetit. Prandaj edhe besimtarët kur e vizitojnë xhaminë e pejgamberit alayhi salam janë gjithsesi shumë ambicioz dhe kurështar që sfaku 2 rekate namaz nafile t'i falin brenda atij lokacioni që quhet Rauda. Karakteristika e dytë që ka të bëjë me xhaminë e pejgamberit alayhi salam në Medinë është pikërisht varri i pejgamberit alayhi salam. E varri i pejgamberit në fakt ishte dhoma e Aishës radhiyallahu anha, dhe pastaj aty është varros në atë hapësirë edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, por edhe Omeri radhiyallahu anhu. Ndërsa karakteristika e tretë e xhamisë pejgamberit alayhi salam janë minarët dhe kupolat. Deri me tani xhamia e pejgamberit alayhi salam ka 10 minare, por me zgjerimin i cili do të ndodhë, sigurisht se do të rritet numri i minareve, por edhe numri i kupolave është i madh, por kupolat e xhamisë pejgamberit janë të veçanta nga se hapen automatikisht për ajrosje natyrale, ndërsa kupolën e gjelbërt, dhe me këtë po e përmbyllim, kupolën e gjelbërt që e kemi të fokusuar në kamerën tonë është mbi varrin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kjo kupol është ndërtuar në shekullin 18 në kohën e administratës osmane dhe njëkohësisht është edhe simbol i xhamisë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, në përfundim të këtyre informatave të përgjithshme që kanë të bëjnë me xhaminë e pejgamberit alayhi salam, kërkoj nga gjithë ju me mirë kuptim dhe dashamirësi që të mos harrojmë të dërgojmë salavat në pejgamberin ton alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Lusim Allahu dhul jalal që të mëjdarë në rrugën dhe drejt hapave dhe gjurmëve të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.